Qartë, Luciano, nga ana tjetër, cili është roli që luan acidi hidroklorik i stomakut në erën e frymarrjes? Shumë e saktë kjo pyetje dhe shumë e drejtë si pyetje. E zëm sikur ne kemi erë të papërshtatshme. Kemi bërë konsultat ndryshme me mjekët stomatolog, me dentistët dhe është parë se aty nuk ka një dëmtim të rënd që shkaktoi të aromën e gojës. Domethënë nuk ka ndonjë karje dentare ose prishje të dhëmbëve ose të dhëmballëve. Dhe kjo duhet të fokusohet pak tek një test i brendshëm ose tek organet e brendshme. Për këtë si fillim është e rëndësishme që të shikohet një analizë ose të bëhet një check-up total, të bëhet edhe koprokultura. Koprokultura është mbjellje e feqes. Për të parë, mos këtë aromën e gojës mos e shkaktojnë edhe parazitët, pra parazitët të cilët janë në bark, bëjnë të mundur që trupi jonë të formojë dhe amoniak. Amoniaku është një lëndë toksike, e cila zakonisht formohet edhe në stomak, nga një bakterë që ne do ta përmendim pak më poshtë, por dhe parazitët bëjnë të mundur dekarboksilim oksidativ të aminoacideve. Pra në vend që ne ta përthithim këtë ushqim dhe të nxjerrim energji, parazitët ose mikroorganizmat e dëmshëm e përdorin ushqimin dhe nga ky ushqim që në vend ta fusim në qelizë dhe të formojnë ATP-n, ato e përdorin dhe formojnë këto substanca toksike. Pra, kur është acidi ulur hidroklorik në stomak, ne bëjmë një terren, një mjedis të caktuar që këto ushqime të fermentohen dhe të krijohet era e papërshtatshme e gojës. Luciano, ekziston lidhja midis Helicobacter pylori dhe erës së keqe të gojës? Pak më parë ne patëm përmendur se Helicobacter pylori është një bakter patjetër që nëse rritet dhe nëse kolonizohet shumë, shkakton edhe ulçra gastrike, shkakton edhe gastrite atrofike deri tek problemet në duoden. Dhe deri tek metaplazit gastrik ose është i rrezikshëm nëse nuk trajtohet dhe nëse nuk rregullohet mënyra e ushqyerjes. Tani Helicobacter pylori është një bakter që bën të mundur që të krijojë dhe biofilm. Është shumë i vështirë për të trajtuar dhe nuk kërkohet vetëm me antibiotik. Duhet ndryshuar dhe metoda e ushqyerjes, domethënë metoda e ushqimit. Të eliminojnë ushqimet e procesuara, patjetër në mënyrë kategorike zero alkool, gjumi, aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik vendos në punë muskujt intrinseke dhe sistemin nervor parasimpatik. Njëkohësisht, Helicobacter pylori lidhet edhe me aromën e pakëndshme të gojës. Dhe njerëzit që kanë një aromë të pakëndshme të gojës në mënyrë kronike për shumë kohë, muaj ose vite, është e mira që të bëjnë dhe një gastroskopi ose një test urea breath, domethënë testin e frymarrjes. Përse ndodh kjo? Helicobacter pylori ka një enzim shumë të fortë e cila quhet ureaz. Ureaza e zbërthen uren nga pjesa e qarkullimit vaskular ose nga pjesa e qarkullimit të gjakut në amoniak. Dhe ne në pjesën e gojës kemi amoniak. Për amoniaku është ai që krijon si shije metalike ose si një aromë të pakëndshme. Helicobacter pylori bën të mundur që të përdori enzimin, madje prodhon dhe vet ureazën, e cila është enzim shumë e fortë, e cila bën të mundur që urea të zbërthehet në amoniak. Domethënë, përdor këtë enzim për të formuar një substancë toksike e cila quhet edhe amoniak. Dhe amoniaku pastaj shkakton edhe erë të pakëndshme, shkakton edhe gjuhë të bardhë, mund të rrisi kandidën dhe ka lidhje shumë gjendja e stomakut, acidi ulur kloridrik edhe prezencë e këtij bakterit që të lidhet me erën ose atë aromën e papërshtatshme. Ndërkaq, Luciano, si mund të ndikojë edhe mikrobiota e zorëve? Mikrobiota e zorëve. Tani, e zëm sikur ne, e tham pak më parë, sa më shumë sheqer, aq më shumë B1 do të harxojmë nga trupi, aq më shumë sukcinil koenzima do të harxojmë ose një enzim e cila quhet sukcinil koenzima ketoacid transferaz do të harxojmë nga trupi, alfa ketoglutarate hidrogenaz do të harxojmë nga trupi. Sheqeri tepërt, mishi procesuar, sallam, salcice, ushqime me mish të konservuar do të bëjnë të mundur që ne të kemi dhe fermentim të ushqimeve ose copa ushqimore tek muret e zorës së hollë. Nga ana tjetër, mikrobiota. Nëse ne e varfërojmë këtë mikrobiot ose këtë qytet me arsimtar, me inxhinier, me politolog, unë i quaj qytetarët e mikrobiotës kështu sepse çdo kush prej tyre ka funksione të rëndësishme. Disa janë me funksione më të rëndësishme dhe disa janë me funksione jo të rëndësishme. Ato që kanë funksione jo të rëndësishme janë bakteret jo të mira. Kurse ata që kanë funksione të rëndësishme dhe të shëndetshme janë bakteret e mira, të cilat bëjnë të mundur që ky mjedis ose ky qytet të mbahet i pastër.
Nga ana tjetër, mikrobiota kur varfërohet nga perimet, zarzavatet, frutat, polifenolët, iridoidët, ksantonët, poliacetilenët, flavonolignanët, acidet elagjike, acidet polifenolike ose metabolitet polifenolik, flavonoidët. Pra, varfërimi ndaj frutave, ndaj perimeve, ndaj produkteve të cilat janë prebiotik do të bëjë të mundur që të shkaktohet kapslëg dhe do të bëjë të mundur varfërim, që e thash ose e përmenda pak më parë, por do të bëjë të mundur që të shkaktohet edhe kapslëg. Pra, mikrobiota, varfërimi i baktereve të mira ose mikroorganizmave të mira. Bifidobacterium, lactobacillus, Blautiaubeum, Coprococcus eutacus, Veiliniola parvula, Cristenenella minuta, sikurse dhe Anerstepis butyraticus, Butyriccoccus, Pulicacecorum. Pra, varfërimi i këtyre baktereve të mira do të sjellë dhe një mikrobiotë destabilizuar, ose disbioz ose SIBO. Prandaj perimet dhe zarzavatet, frutat, sikurse dhe kefiri, turshit organike, ose larmishmëria, diversiteti i mikrobiomës është shumë i rëndësishëm. Gjithë një perimet e stinës, pra qikoret, lulja e lakrës, sikurse dhe perimet e ndryshme të stinës, frutat e stinës të cilet janë dhe tani në stinën e verës, që është qershia, frutat e egra, manaferat, boronicat, janë shumë të vlefshme, por pjesa e qershive është shumë herë më e shëndetshme, sepse janë edhe të stinës. Pra, varfërimi i mikrobiotës nga këto lëndë që unë përmenda është një faktor i rëndësishëm që çon edhe në varfërim ose në aromë të pakëndshme të gojës. Ndërkaq ndryshim në erën e gojës, a mund të shkaktojë dhe kapslëku kronik? Dhe kapslëku kronik është faktor i rëndësishëm që ne e përmendëm, nëse ne do të kemi një dietë të varfër ose një plan ushqimor të varfër nga frutat dhe nga perimet. Frutat kanë një lëndë të rëndësishme të cilat quhen kalium, banania ka shumë kalium, boronicat kanë vërtet kalium, piepri, bostani kanë vërtet kalium, boronicat, manaferat, kumbullat jeshile, lëngu i mollës, molla kanë vërtet kalium. Jo vetëm kalium, por dhe nutrient të tjerë, ose fitonutrient, ose komponent organik anti-inflamator. Dhe varfërimi i frutave, sepse frutat janë shumë të rëndësishme, krahas fruktozës që kanë, që është një lëndë e rëndësishme, që i duhet trupit, kanë dhe substanca polifenolike ose flavonoid ose izoflavon, që këto i duhen trupit. Dhe patjetër, nëse është edhe sasia, pra dhe sasia duhet të jetë në mënyrë optimale, bëjnë të mundur që të varfërohet mikrobiota dhe kapslëku, pra mungesa e hidratimit e fibrave, bën të mundur që të shkaktohet aroma e dëm, aroma e keqe e gojës. Dhe sa më shumë proteina të larta të konsumojmë ne, mund të kemi dhe dekarboksilim oksidativ ose deaminim oksidativ intestinal bakterial. Pra heqje të bazave aminike, formohet amoniaku dhe përsëri konvertohet në ione amoniumi. Dhe duhet të mbajmë një balancë. Do më thënë, balanca ku është e dieta mesdhetare, që ka vajne ullirit, që ka qikoret, që ka perimet, që ka spinaqin, që ka qepën, që ka majdanozin, që ka perimet ndryshme, që ka frutat e stinës. Pra është dieta mesdhetare ajo që i eliminon këto problematika. Dhe balanca bën të mundur që të eliminohet ky problem. Kur duhet që një person me halitozë, Luciano, të kërkojë vlerësim gastroenterologjik dhe jo vetëm dëntar? Kur kjo gjë i vazhdon në mënyrë shumë të lartë dhe kur kjo gjë i shoqërohet edhe me fryrje barku, i shoqërohet me alternime të jashtëqitjes, që do të thotë një herë diare, një herë kapslëg, që patjetër duhet të bëj analiza gjaku, vlerësim të koprokulturës, por dhe nëse i kërkohet nga mjeku gastrohepatolog një gastroduodenoskopi. Nëse ky problem është kronik që vazhdon prej 7 ose 8 muajsh, që nëse nuk rregullohet as me mbajtjen e një orbiti, as me mbajtjen e një karafili, as me çajra të ndryshëm, mente, karafil, nenegjik, as me higjen të duhur orale, që duhet të bëjë një mbjellje të feqes, por dhe një ekzaminim më të mëtejshëm. Ndërkaq cilat janë edhe komponimet e sqyufurit që prodhojnë baktere orale dhe pse kanë aroma aq të fortë? Komponimet e sqyufurit që ne i përmendëm pak më parë, të cilat quhen dimetilsulfidet. Dimetilsulfidet zakonisht janë disa metabolitë ose janë disa molekule që prodhohen nga këto baktere që unë përmenda, që përmenda pak më parë tanerelen, që përmenda pak më parë prevotelen, sikurse dhe solobacterum, që këto
dhe acarojnë edhe e irritojnë mukozat. Dhe këtu kemi shumë foto të bukura, kur krijohet një lloj myku, e zëm sikur ne kemi aromë të pakëndshme, pjesa e gjuhës formon edhe një kolor të bardhë, domethënë kandida, lidhet edhe me një stres këtu ose me një biofilm. Dhe këto çfarë bëjnë, shkaktojnë edhe herpesa, shkaktojnë edhe inflamacion ose skuqje të pjesës gjuhës, madje irritojnë edhe pjesën e gojës ose këtu në pjesën e fundit ose te strukturat periferike krijojnë edhe si tip herpesa ose afte që quhen në konfiguracionin ose në kuptimin e povullatës. Nga ana tjetër krijojnë edhe acarime të pjesës sublinguale ose poshtë gjuhës, që këto pastaj kur konsumohet një ushqim pikant, një ushqim shumë i ëmbël, krijojnë dhe ato pakënaqësitë. Domethënë kandida lidhet shumë me aromën e pakëndshme të gojës.